Në fshatin Çegran brëm në mënyrë solemne u lëshua në përdorim një teren i ri i futbollit, investim ky familjes Iseini nga ky fshat. Tereni sportiv është me dimensione standarde për ndeshje, tribun për spektator, garderob, sistem drenazhi dhe sistem me reflektor për ndeshje në orët e mbrëmjes. Në lëshimin në përdorim të objektit sportiv, ishte i pranishëm edhe muftiu i muftinisë së Gostivarit, Shaqir Fetau, i cili bëri dhe luqen para fillimit në lëshim të terenit sportiv. Të lutemi, prano këtë vepër të madhe në mshirën tënde të pakufishme, o i madhe Zot. I pranishëm ishte edhe shefi kabinetit të kryetarit të komunës së Gostivarit Nevzat Bejta, Bashkim Hasani, dhe kryesuesi i Këshillit Nasir Selimi, të cilët së bashku bën hapjen e terenit të ri sportiv në Çegran. Më lejoni që në emër të kryetarit të komunës Zoti Nevzat Bejta, pronarit të uroj dhe të faleminderoj për atë që ka ndaj një pjesë nga pasuria e vete, që të investojnë në kështu lloj objektesh, gjithësisht objekte sportive, objekte këto të cilët do ndikojnë në kultivimin e jetës sportive të qytetarëve të fshatit të Çegran. Kjo është një moment i parë, një rast i parë që neve na jepet mundësia që këtu në Çegran bashkërisht të bëjmë hapje të një tereni sportiv të saj forme që në të ardhmen e rinisë tonë të ju mundsojmë vend më të përshtatshëm për aktivitetet e tyre fizike, të cilat terene në të kaluarën na kanë munguar. Manifestimi pastaj vazhdoi me këngë valle nga shoqëria kulturore artistike Jahi Hasani, të cilët me program të begat argëtuan të pranishmit, të cilët ishin mjaft në numër. Ndërkohë Ekrem Iseini, familjar i familjes që ka bërë këtë investim, tha se ideja e këtij investimi për një teren sportiv në Çegran lindi si mungesë një tereni të këtill në këtë fshat dhe mbi të gjitha për rininë e fshatit, por edhe më gjerë dhe pikërisht kjo fushë sportive u dedikohet atyre. Investitor dhe Niko Qira është vllau im, zotëri Abdulkader Iseini, bashkë me djalin e tij, i cili kthehet nga migracioni, shumë e rëndësishme duhet ta theksojmë, në vitin 1996, i cili është gjendur në punë të përkohshme në Republikën e Italisë, ku merr guximin ta lënë punën atje mas disa viteve, edhe gjersën e tij dhe mundin e tij dhe kapitalin e tij investon bashkë me djalin, që ku e kemi edhe këtu edhe në Medinin, në zejën e tij si adjustator, por pas saj e patë rrugës që bën një investim për rininë e mrekullueshme të fshatit Çegran dhe më gjerë të Pollogut. Gjatë shfrytëzimit, dashamirësit e sportit dhe të futbollit për rezervim të terenit nuk do të kenë çmim të caktuar. Sa të kenë mundësi aq le të paguajnë, tha Abdulkader Iseini, pronari i terenit sportiv. Nuk unë bo për vetveten tim dhe për rinin shqiptare që shjeton fshatin Çegran, në Forin edhe më gjerë. Tereni i ri sportiv në Çegran ban emrin Fusha e futbollit Arba, kurse pronari Abdulkader Iseini së bashku me djalin e tij Elmedinin, vite më parë janë kthyer në vendlindje nga mërgimi dhe ky është investimi i dytë që bëjnë në Çegran. Paraprakisht kanë hapur edhe një punëtori ku bëjnë përpunimin e hekurit.